Kemi miratuar zonat prioritare për 8 bashki në kuadër të paketës maleve, duke filluar me bashkinë Mirdit, Kavaj, Durrës, Vlorë, Berat, Dimal, Librazh, të cilat tashmë janë gati që të vazhdojmë me procedurat për sa i përket trajtimit të gjithë kërkesave që banorët në këtë zona kanë për sa i përket përfitimeve që vinë nga paketa e maleve. Në fakt, unë sot do doja të jepja po ashtu një informacion ku bashkitë të cilat tashmë i kanë të miratuara zonat prioritare janë në fazën e publikimit të gjithë kërkesave të cilët kanë kaluar filtrat e kontrollit nga vetë bashkitë, tashmë janë duke ezauruar afate 45 ditore dhe pas ezaurimit afate 45 ditore do të kemi miratimin të Këshillit Bashkiak nga vetë bashkitë për sa i përket aplikimeve të suksesshme. Paketa e maleve është duke ecur me një shpejtësi të konsiderueshme, duke marrë në konsideratë që tashmë mbi gjysmën e bashkive e kemi kaluar nëpërmjet zonave prioritare, do të vazhdojmë edhe në javët në vijim të miratojmë zonat prioritare për bashkitë të cilat kanë mbetur akoma dhe janë duke u trajtuar për zonat prioritare.